Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin Allahut, gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, miq të nderuar, kudo që jeni, përshëndetje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E lusë Allahun që Zotit na mëshiroj gjithëve dhe na jap çdo të mirë në jetë, e sidomos në ditë të bekuar të muajit të shajt të Ramazanit. Do të jetojmë bashkë në hijen e porosive të Allahut dhe të pejgamberit alayhis salam në mënyrën e jetës karshi gjitha bukurive të Zotit në këtë tokë. Nuk ka dyshim se kjo botë është një thesar i Zotit, ku Allahu i ka dhënë njerëzimit çdo të bukur. Dhe për gjithçka që njeriu ka nevojë në jetën e tij, qoftë prej domosdoshmërive, qoftë prej çështjeve të nevojshme, apo çështjeve plotësuese, apo siç e quajmë ne luksoze, të gjitha këto gjëra i gjejmë në një tokë cilën jemi duke jetuar. Porosia e fesë tonë është që të jemi vigjilent dhe të dimë si të bashkëveprojmë, si të jetojmë me këto bukuri të Zotit në tokë. Nuk është ideja e fesë tonë që të na ndaloj bukuritë. Ideja e fesë tonë është në mënyrën se si duhet bashkëveprojmë apo si duhet i shfrytëzojmë këto të mira të Zotit në këtë gjithësi. Është shpeshherë paradoksale në mendjen e shumë njerëzve, si ka mundësi që Zoti ta krijoi Hazreti Ademin në këtë botë, në mesin e gjitha këtyre bukurive në këtë gjithësi, e pastaj Zoti i Madhnueshëm t'ia tërheq vërejtën Ademit që mos i shfrytëzoj kjo bukuri. A mund të jetë kjo një lloj paradoksi mes asaj që Zoti na krijoi në këtë hapësirë dhe asaj që shumë njerëz mendojnë se Zoti na ndaloi bukuritë? Duhet të bëjmë përpjekje për ta kuptuar sakt Zotin, për ta kuptuar sakt mesazhin e Zotit, sepse ajo që ka ardhur në fenë e Allahut Madhnueshëm nuk është se Zoti na ndalon bukuritë. Allahu i Madhnueshëm do me tërheq vërejtjen në mënyrën e saktë të shfrytëzimit të bukurive, sepse këto bukuri të Zotit në këtë gjithësi shpeshherë mund të jenë rrugë kaluese, mund të jenë urë, mund të jenë derë të cilat na shpijnë tek Zoti. Por nëse ne nuk dimë të bashkëveprojmë me këto bukuri, këto të mira të Zotit mund të jenë shpeshherë pengesë mes nesh dhe Zotit. Për të mos u bërë këto pengesë mes neve dhe Zotit, do të jetë ky mision dhe bashkë do të bëjmë përpjekje si të shfrytëzojmë gjitha këto të mira dhe si të përdorim të mirat e Zotit në rrugtimin tonë drejt Allahut Madhnueshëm. Atë që vazhdimisht e gjejmë Kur'an të shprehur nga ana e Allahut Madhnueshëm është kujdesi të mos mashtrohemi me bukuritë, me stolitë e kësaj bote. Allahu i Madhnueshëm, njërin nga porositë e tij madhështore në Kur'an thotë: "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Mos harroni asnjëherë se përjetimet ose gjithçka që është këtë botë është vetëm një përjetim mashtrues. Gjitha këto bukuri, gjitha këto të mira të Allahut në gjithësi, vërtet e mbajnë me vete edhe mashtrimin. Mashtrimin respektivisht devijimin e njeriut nga synimi për cilin ka ardhur këtë botë. Dhe këtu duhet të jetë me të vërtet kujdesi. Prandaj, nëse e vështrojmë me kujdes fjalën e Allahut në Kur'an dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, e vrejmë qartazi që është tërheq vëmendja, është bë përpjekje që njerëzve të tërhiqet vëmendja, sidomos në aspektin e mashtrimit, që ata mos të mashtrohen me bukuritë e kësaj bote dhe të devijojnë nga misioni për cilin janë krijuar. Deri aty shkon çështja e këshillës dhe tërheqjes vërejtjes, saqë Zoti na tërheq vërejtjen duke na urdhëruar apo duke na porositur: "Fatawalla amman a'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya." Largohu hiç dorë prej atyre të cilat nuk synojnë diçka tjetër vetëm se këtë botë. E kanë harruar misionin, e kanë harruar mesazhin për cilin kanë ardhur këtë botë.
Allahu gjithashtu në librin e tij vazhdimisht na tërheq vërejtën dhe na bën porosi që asnjëherë mos të harrojmë edhe botën e përtejme, sepse ai i cili lun mirë rolin e tij në këtë botë, ai i cili bashkëvepron sakt me këtë botë, sigurisht që do ta fitoj edhe këtë botë, po njëkohësisht do ta fitoj edhe botën tjetër, sepse Allahu i Madhnueshëm kur i lavdron besimtarët e vërtet në Kur'an thot, ata të cilët lutjet e tyre vazhdimisht i kanë Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, o Zot na jap mirën këtë botë, na jap mirën botën tjetër dhe na shpëto të gjithëve prej zjarrit. Gjithashtu ajo që vërtet e vrejmë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlafakum fiha fanadhirun kayfa ta'malun. Kjo dunja është një bukuri, është një gjilbrim magjeps, dhe se Zoti ju ka bërë me këmbë së tij në tokë që t'ju shiqoj si veprani. Nuk ka dyshim që Allahu i Madhnueshëm e din mirë natyrën njerëzore, e din mirë se njeriu kur futet mesin e gjitha këtyre bukurive dhe fillon me i shfrytëzu gjitha këto bukuri, është rrezik potencial gjithherë që ai të mbetet, të kufizohet dhe të bëhet rob i gjitha këtyre bukurive. Prandaj porosit e mëdha në Kur'an vijnë që Allahu na porosit për aspektin e xhenetit. Na porosit vazhdimisht të kemi kujdes mos të harrojmë botën tjetër, sepse ajo është finale, ajo është bota e fundit. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Allahu thot, jo kursese, ju i dhon mas kësaj bote dhe e keni harru botën tjetër. Inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Këta njerëz kanë bënë një gabim të madh, sepse kanë lënë, janë ngulit, janë rrok mas bukurive të kësaj bote dhe kanë harru një ditë shumë vështirë që na pret, ditën e gjykimit. Prandaj gjitha këto porosi vërtet na arrin te ai thelbi këtij misioni i cili thot kështu. Allahu i Madhnueshëm në mesin e çdo bukurie që ka kriju për ne në këtë botë, mbrana asoj bukurie mshefet edhe mashtrimi që mund të ndodhë besimtarit. Dhe ky mashtrim zakonisht ndodh në dy faza. Mashtrimi i parë është kur njeriu fillon me i shiju të bukurat, me i shiju të lejuarat dhe gradualisht mashtrohet apo fillon thjesht vëmendja e tij dhe mendimi i tij mu fokusu vetëm të bukurën, edhe me kalimin e kohës ky njeri fillon me harru Zotin e të mirës, fillon me harru burimin e gjitha këtyre bukurive që na sot i kemi në botë. Kjo është hapi i parë i devijimit, kur njeriu domethënë ngulitet dhe mbetet në të mirën duke harruar burimin e të mirës. Dhe hapi i dytë ose devijimi i dytë ose faza e dytë e devijimit është kur njeriu fillon me kërku përtej të lejuarës, përtej të mirës. Kur njeriu del në këtë botë, fillon me i shfrytëzu bukuritë e kësaj bote dhe fillon me ardhur mendimin se këto nuk janë të mjaftueshme. Dhe atëherë nuk mund të ndalet në vijen e të lejuarës, në vijen në kufirin ku Zoti ka caktuar për shfrytëzimin e të bukurave, dhe kësaj ky njeri arrin me kërku përtej të bukurës ose përtej asaj që quhet halal, dhe fillon me të mirat e Zotit me i kërku ndalesat. Duke shfrytëzuar pasurinë, nuk mendon më se si të fitohet pasuria. Nuk mendon më se si të arrihet një martesë legjitime, nuk mendon më si mund të arrijë të bëjë një jetë të lejuar, por fillon me kërku përtej të lejuarës. Dhe kjo është faza e dytë e devijimit. Domethënë, në general këtu kemi dy devijime. Këto dy devijime kanë ardhur si rezultat i mashtrimit njeriu me bukuritë e kësaj bote. Devijimi i parë kur ai fillon me u shkëput prej Zotit dhe prej burimit të gjitha këtyre të mirave, dhe faza e dytë kur ai fillon me i shfrytëzu të lejuarën dhe nuk nalet në kufit e të lejuarës, por kalon përtej të lejuarës dhe fillon me i dhënë gjërave kohje të ndaluar. Ishim duke biseduar rreth temës kujdes nga mashtrimi, sepse në brendësinë e çdo të mire, çdo të bukur në këtë botë, çdo dhuntie të Zotit në këtë botë, ekziston mundësia e mashtrimit me të.
Allahu i madhueshëm në librin e tij thot: Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Gjithçka mbi sipërfaqen e kësaj bote e kemi bërë stoli në mënyrë që t'ju sprovojmë ju kush do të jetë më zvepërmiri. Në farforme nëse analizojmë këtë citat kuranor dhe e marrim me theks veçantë fjalën stoli, dietarët kur e zbërthejnë fjalën stoli, thonë stoli është çdo gjë e cila shkelqen nga jashtë, po e cila brenda ka sprovën. Kjo është natyra e kësaj bote. Gjithçka në këtë botë mund të jetë me shkelqim të jashtëm, por brenda është sprova. Ne jemi duke biseduar si ta shfrytëzojmë të bukurën, si ta përdorim të bukurën, pa harru Zotin dhe pa të i kaluar vijen e të lejuarës, sepse këtu ishin dy fazat e devijimit. Dhe këtu duhet me pas kujdes si e kuptoj njës fenë, sepse feja e Allahut shpesh e gjani tekste në cilat nënvlerësohet, çrtohet dunjaja, po shpesh e gjani tekste të cilat vlerësohet dhe tregohet pesha e kësaj bote. Këtu të dimi kujdes sepse kur gjajmë në i tekst në cilin nënçmohet apo nënvlerësohet kjo botë, kemi të bëjmë me situatën kur kjo botë për dikën është bërë pengesë ndaj tij dhe Zotit, kur kjo botë ka filluar me lujt funksionin negativ dhe ka filluar me qenë pengesë mes teje dhe edhe Allahut madhueshëm. Anën tjetër, kur bota vlerësohet dhe ajo vendoset në pozicionin e lartë, kemi të bëjmë me situatën kur njeriu i ka shfrytzuar të mirat e Zotit në këtë botë dhe ato nuk janë bërë pengesë mes tij dhe Allahut madhueshëm. Njëra prej atyre haditheve në cilën me të vërtetë nënvlerësohet dhe zhvillësohet kjo botë është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sikur kjo botë të kish pas vlerë tek Zoti sa një krah i mizës, Allahu nuk do të lejonte që asnjë jo musliman të pijë qoftë një glënk ujë nga kjo botë ose një pik ujë nga kjo botë. Mirë po, si hadithet të këtij rangu flasim vetëm për një kategori të njerëzve, ku aty ata edhe Zoti kanë jeta tyre është bërë një lloj pengese mes tyre dhe Zotit, apo bukuritë e Zotit në këtë botë janë bërë shkak që ata të shkputen nga Allahu i madhueshëm dhe në këtë situatë kemi të bëjmë me njerëz cilët kanë filluar me i shfrytëzuar të bukurat e Zotit, të mirat e Zotit, dhuntitë e Zotit në këtë botë, edhe kanë filluar me idenë se nuk ka Zot, edhe nuk ka krijues apo burim i gjitha këtyre bukurave. Në vazhdim do të flasim për ndarjet. Ekzistojnë tre kategori njerëzish sa i përket mashtrimit, karshi, bukurive të Allahut në tokë. Dhe ne sigurisht në fjalimet në vazhdim do të bëjmë përpjekje të elaborojmë apo të sqarojmë dhe cilin grup njerëzve kemi më shumë për synim, por në fillim po dojna mi bon ndarjet. Ekzistojnë tre kategori njerëzish, karshi bashkëvepruarit me të mirat e Zotit këtë botë. Grupi i parë është pabesimtari i cili është i magjepsur me këtë botë, i cili është mashtruar totalisht me këtë botë. Kjo është kategoria e parë e njerëzve të cilët kur kanë ardhur në këtë botë janë magjeps me bukuritë e kësaj bote. Janë fut në mesin ose në zemrën e bukurive të kësaj bote. Kanë filluar me i shfrytëzu gjitha të mirat e Zotit në gjithësi. Dhe pas një kohe e kanë hup lidhjen e tyre me Zotin dhe ka ardhur ideja se nuk ka Zot i cili guxon më përcaktu mu që shfrytëzojnë të bukurat. Këto janë, unë jam Zoti vetës. Unë e gjykoj apo unë e dirigjoj veten time. Dhe nuk guxon dikush jashtë vetës time ta përcaktoj mënyrën e shfrytëzimit të bukurive. Do të thonë kemi idenë e cila e mohon Zotin, e mohon se këto të bukura kanë një Zot. Dhe këtu bëhet shkputja. Do të thonë njeri jo musliman, pa besimtar, nuk beson në Zot. Beson vetëm të bukurën, beson vetëm dhunti, edhe nuk e pranon se këto dhunti kanë një burim. Edhe ai kur ngritet me shfrytëzu këto, shkputet prej Zotit dhe pastaj nuk e pranon idenë që këto të bukura duhet me i shfrytëzu sipas direktivave të Allahut madhueshëm. Kategoria e dytë është muslimani i mashtruar.
Muslimani mashtruar është njëri që beson se Zoti është një, beson se këtu të bukura kanë një Zot, mirë po që është mashtruar gjatë rrugtimit dhe në situatat caktuara ka harru se ekziston një Zot dhe një ditë do të kthehemi tek madhëria e Tij. Dhe ka harru se gjithçka në këtë gjithësi, gjitha këto të bukura janë vetëm stoli që Zoti na sprovoi neve. Kush prej nesh do të mund të shfrytëzoj këtu dhe mos të harroj Zotin. Dhe kush prej nesh do të mund që të shfrytëzoj gjitha këto të mira vetëm duke u nal tek kufiri i të lejuarës. Tu kemi pastaj hadithet dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur flet për njerëz musliman të cilët në situata të caktuara kanë ditë të jenë rob të dhuntive, kanë ditë që dhuntia të futet në zemrën e tyre dhe ta pushtoj zemrën dhe mos lej dhanë në zemër për Zotin e Madhnushëm. Nëse i referohemi disa tregimeve kuranore, do ta gjejmë për shembull se gruaja e mbretit të Egjiptit të atëhershëm, e cila u dashurua në Hazreti Jusufin alayhis salam, e ne s'ka dyshim se dashurinë e konsiderojmë si një dhunti mbi cilën ndërtohet jeta, por nëse e vështrojmë me vëmendje, të kemi bëjmë me një dashuri e cila është në të cilën janë shkel kufet dhe ka kalu për te asoj që thamë më herët është e lejuar. Dhe kemi një dashuri e cila thjesht e ka pushtu zemrën e një gruaje dhe kjo dashuri e ka bo ato mos shoh asni kufe, asni të lejuar që Zoti i Madhnushëm e ka përcaktuar për njerëz. Në çështjen tjetër që duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet ta trajtojmë gjithashtu në këtë rrafsh është aspekti i kujdesit që mos bëhemi rob, pra po tham, dhe po flasim për kategorinë e dytë njerëzve, njerëz të cilët janë bërë rob të bukurës. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith të tij thot: "Ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu dinar." Është poshtruar, ka humbur, është shkatruar ai i cili është bërë rob i dinarit, është bërë rob i dirhamit, është shkatruar sepse ne jemi thirrur të jemi rob Zotit, jo rob të dinarit. Dakord, duhet ta shfrytëzojmë dinarin, duhet ta shfrytëzojmë bukurën, duhet bëjmë jetën, duhet bëjmë aktivitetin, duhet bëjmë angazhimin, por asnjë formë të mos jemi rob, sepse me fjalën në rob nën kuptojmë kur njeriu ka futur të mirën në zemër, e ka shfrytëzuar dhuntin dhe gjithherë ka harru Zotin, apo problemi i dytë është nuk është nalë në kufit e të lejuarës. Të gjithë ne e dimi tregimin e popullit Hazreti Lutit alayhis salam, i cili është një tregim me të vërtet interesant, në ku pasqyrohet fakti i pamundësisë me u nalë në kufit e të lejuarës. Dhe kemi për herë të parë dukurinë e martesës së gjinisë së njëjtë. Dhe po ta analizojmë si e trajton Allahu këtë dukuri kaq shëmtuar, do ta vejmë që Hazreti Luti alayhis salam i thirr popullin e vet që t'i kthehen gjinisë së kundërt. Dhe po t'i analizojmë citatet në këtë problematikë, në këtë degenerim, do ta vrejmë se ky popull është mfut në të mirën, e ka përdor të mirën, e ka përdor dhuntin, mirë po s'ka mujt më nalë të kufini të mirës dhe ka kalu përtej të mirës, ka kaluar në atë që është ndaluar, në atë që është e shëmtuar. Prandaj vazhdimisht jemi të trajtu këtë pikë. Domethënë, muslimani, njeriu vigjilent, është ai njeri i cili i përdor të mirat, i shfrytëzon të mirat, por që vazhdimisht nalet në kufinin e tyre dhe nuk e harron burimin e të mirave. Kjo është kategoria e dytë, e cila quajtum musliman i cili ka pësu disa goditje, ka pësu disa hamendje, i ka ik vigjilenca dhe ai e pranon idenë se Zoti është krijuesi i botës, ai e pranon idenë se gjitha këto të mira kanë një Zot, por shpeshherë ka interval kohor që ai është i hamendur dhe është i hutuar dhe një farformë sikur ka humb në mesin e të bukurave. Emisioni jon vazhdimisht do të referohet kësaj kategorie, përpjekjes që muslimanët të jenë më vigjilent, më të kthjellët dhe të shfrytëzojnë bukurat vazhdimisht, por mos ta harrojnë asnjëherë Zotin dhe gjithherë të nalin në kufit e të lejuarës,
do ta kemi pastaj edhe kategorinë e tretë, e cila është muslimani vigjilent, i cili është i kthjellët dhe në asnjë situatë nuk e harron Zotin e Madhnushëm dhe nuk e shkel kufinin e të lejuarave. Allahu i Madhnushëm mos harroj që kur flet për këtë kategorinë e parë që tham një jo musliman i cili e ka mohu idenë e Zotit, e ka mohu se kjo botë ka Zot. Allahu thot: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Ditën kur do të shfaqen kjo kategori e njerëzve para Allahut Madhnushëm, e ta shohin zjarrin e xhehenamit, e t'ju thuhet atyre: ju i shfrytzuat gjitha bukuritë e Zotit në tokë. Ju i shfrytzuat, ju u kënaqet, ju i përdort gjitha të mirat e Zotit në tokë. Por se shfrytëzimi juaj ka rshi gjitha këtyre të mirave, ju bëri juve të harroni Zotin, ju bëri juve të mohoni Zotin. El-yawma tujzauna adhab al-huni, sot do të ndeshkoheni, sot do të dënoheni me dënimin më të dhëmshëm për atë se ju ishit mendje mëdhej, do të thonë ju e mohut qenien e Zotit, ju e mohut se këto të mira që jeni duke i shfrytzuar kanë burim Allahun e Madhnushëm, ju e mohut Zotin edhe ju ishit të shrregullues në tokë. Do të thonë këtë citat kuranor prapë se prapë kthehet me dy problematika. Problemin e asaj që njerëzit i shfrytëzojnë të mirat dhe e harrojnë Zotin, edhe problemi i dytë është e kalojnë kufinit e të lejuras dhe me bukuritë e Zotit në tokë bëjnë shrregullim, bëjnë të këqija në tokë. Allahu ju shpërblet. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netët, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, ta sheku